Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Raundi i parë i aplikimeve në Universitetin e Qerem Çabe rezulton me interes të shtuar të rinjve për programet e studimit që ky institucion akademik ofron. Mes 2100 aplikimeve, degët më të preferuara mbeten ato të ekonomikut dhe infermierisë, ndërsa një shtim i lehtë i interesit vjet re edhe për mësuesin. Këto ditë në pikën e kalimit kufitar Kakavi është shënuar një fluks i lartë lëvizjesh për shkak të rikthimit të emigrantëve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë pas pushimeve verore. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 11.534 shtetas dhe 3.228 mjete, me numër më të lartë në dalje nga Shqipëria. Në fshatin Andon Poçi, fermerët kanë përfunduar vjeljen e lajthis dhe kanë nisur përgatitjet për treg. Prodhimi i këtij viti është premtues, ndërsa ata shpresojnë që edhe çmimi të jetë në të njëjtën linjë me punën dhe prodhimin e tyre. Banorët e fshatit Kakavije në Dropull dhe Sipër merren gjatë kësaj periudhe me punët e bujqësisë, ndërsa një pjesë jetojnë dhe punojnë në emigrim, kryesisht në Greqi. Vera i gjallëron fshatin për shkak të rikthimit të emigrantëve pranë familjeve të tyre. Kjo periudhë kulmon me festën tradicionale të fshatit, e cila bashkon komunitetin dhe ruan traditat vendase. Ju njohim tani më gjërësisht. Raundi i parë i aplikimeve në Universitetin e Qerem Çabe rezulton me interes të shtuar të rinjve për programet e studimit që ky institucion akademik ofron. Mes 2100 aplikimeve, degët më të preferuara mbeten ato të ekonomikut dhe infermierisë, ndërsa një shtim i lehtë vjet re edhe për mësuesin. 2100 aplikime janë shënuar në Universitetin e Gjirokastrës gjatë raundit të parë të aplikimeve të rinjve për shkollat e larta. Burime nga rektorati theksojnë se krahasuar me një vit më parë, kjo shifër është rritur me 300, ku vjet re një shtim i lehtë i interesit edhe për degët e mësuesisë. Rektori Jahucana sugjeron me këtë rast edhe heqjen e mesatares për këto programe studimi. Viti i ri akademik 2026-2027 është një vit i cili në sjell risi për Universitetin e Qerem Çabe të Gjirokastrës, e para është fakti që numri aplikantëve në raundin e parë të regjistrimeve ka një rritje të ndjeshme me krahasim me vitin e kaluar. Nëse në vitin e kaluar kishim rreth 1800 aplikime në raundin e parë, tashmë ato janë mbi 2100 aplikime, pra që bie rreth 300 student më shumë nga viti i kaluar. Në aplikimet në shikim të parë që kemi bërë deri tani, vrem disa gjëra të reja, siç janë rritja e kërkesës maturantëve edhe për degët e mësuesisë që kanë qenë shumë pak të kërkuara. Natyrisht që kjo rritje është jo shumë e ndjeshme, por në krahasim me vitin e kaluar ka 2 dhe 3 student më shumë nga duke krahasuar shifrat me gjithmonë me vitin e kaluar akademik. Megjithatë është ende jo shumë e ndjeshme ky interesim i maturantëve për degët e mësuesisë. Ndoshta këtu ndikon më shumë vendosja e mesatares, ku unë si rektori i Universitetit e Qerem Çabe Gjirokastrës mendoj se shpreh dhe mendimin e kolegëve të mi të rektorëve të rretheve por dhe të Universitetit të Tiranës që mesatarja tek mësuesia duhet të hequr, sepse unë mendoj që pikërisht edhe tek sasia qëndron brenda cilësia. Nuk duhet të trembemi në fakti se mund të vinë student ose maturant të dobët të degët e mësuesisë, sepse vetë procedurat e punësimit në mësuesi bëjnë vetë diferencën se kush e meriton për të qenë mësues në sistemin para universitar. Prandaj mendoj që qeveria duhet të rishikojë vendimin e heqjes së mesatares për degët e mësuesisë. Ndërkohë që aplikimet më të larta shënohen në degët e infermierisë, ekonomikut dhe programe dyvjeçare profesionale. Të gjitha degët e tjera, duke filluar tek teta programet që ofron Fakulteti Ekonomik ka një rritje të ndjeshme të aplikantëve, tek Fakulteti Shkencave të Natyrës edhe këtu rritja është pothuajse e ndjeshme, tek degët e infermierisë, tek teknologjia e informacionit e tjera. Natyrisht që programet dyvjeçare janë mjaft të kërkuara sepse janë pa mesatare. Të 5 programet kanë mbi 150 aplikime studentësh, pra një numër i konsiderueshëm. Të gjithë ata që nuk gjejnë dot mundësinë për të vazhduar bachelor, kanë mundësinë të regjistrohen në programet dyvjeçare që ofron universiteti jonë. Përse ka ndodhur kjo rritje? Kjo rritje ka ndodhur për shkak se Universiteti i Qerem Çabe i Gjirokastrës nga viti në vit
po e përmirëson ofertën e vet akademike, gjë që e bën një qendër shumë të rëndësishme, duke kthyer gradualisht në një qendër kërkimore shkencore të shumë të rëndësishme në jug të vendit, dhe mbi të gjitha duke ruajtur fizionominë e saj, duke kthyer te tradita e saj, duke qenë një i cili ka qenë një nga universitetet më të mira të vendit, dhe këtë ne po konsolidojmë hap pas hapi. Sipas rektorit Jahucana, kjo panoram lidhet edhe me rritjen e performancës së Universitetit e Qeremçabej, i cili tashmë ofron edhe programet e përbashkëta me universitetet europiane. Rrisia e aktivitetit akademik është fakti që neve për herë të parë hapim një program të përbashkët në infermeri me Universitetin Oriental të Piemontes në Itali, një nga universitetet më prestigjioze që ofron studime të thelluara në fushën e mjekësisë, një universitet mjaft prestigjios në Europë dhe më gjerë, gjë që e lehtëson punësimin e studentëve tanë në maksimum në karrierën e tyre akademike. Të dek, pavarësisht se u hap me vonesë, deri tani janë 33 aplikime nga 12 që është kuota e pranimeve që kemi vendosur ne për si vitin e parë. Natyrisht që kërkesat në këtë dek do të jenë gjithmonë në rritje, sepse u fut me shumë vonesë në kalendarin e studimeve ose ofertën akademike të universitetit tonë, kështu që për vitin e ardhshëm akademik këtu kërkesat do të jenë gjithmonë dhe në rritje. Po kështu dy degët e përbashkët që kemi në Fakultetin Ekonomik me Universitetin e Molises dhe të Salentos kanë kërkesa të konsiderueshme, gjë që tregon se maturantët tashmë po ndërgjegjësohen për vlerën që kanë diplomat e dyfishme. Ndërkohë, ne brenda muajit shtator presim delegacion nga Universiteti Janinës, po dhe ky një universitet po shumë prestigjioz, për të cilët ne kemi bërë takimin e parë dhe është vendosur në parim për hapjen e një sër programeve të reja akademike në bashkëpunim me Universitetin e Janinës, gjë që do t'i arrisë së tepërmi potencën e universitetit tonë dhe do ndikojë dhe në rritjen e rankingimit të universitetit në rang ndërkombëtar. Raundi i parë i regjistrimeve zhvillohet nga 26 korriku deri në 8 shtator dhe ndahet në 7 faza 48 orëshe. Këto ditë, në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, është shënuar një fluks i lartë lëvizjesh për shkak të rikthimit të emigrantëve drejt të vendeve ku jetojnë dhe punojnë pas pushimeve verore. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 11.534 shtetas dhe 3.228 mjete, me numër më të lartë në dalje nga Shqipëria. Këto ditë shënoi një fluks të lartë lëvizjesh në pikën kufitare të Kakavijes, kryesisht për shkak të përfundimit të pushimeve verore dhe rikthimit të emigrantëve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Rritja e ndjeshme e daljeve nga territori shqiptar reflektohet këtë periudhë të fundgushtit, ku mijëra qytetar drejtohen për në kufi për t'u rikthyer në përditshmërinë e tyre jashtë vendit. Sipas të dhënave zyrtare gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kufitare janë përpunuar 11.534 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 3.932 në hyrje dhe 7.602 në dalje. Paralelisht janë përpunuar edhe 3.228 automjete, ku 1.026 kanë hyrë në territorin shqiptar dhe 2.182 kanë dalë, ndërkohë 279 shtetas të huaj kanë hyrë në vend për qëllime turistike, duke treguar se sezoni veror vijon të mbetet aktiv. Për në Athinë. Jetoni aty? Po, kemi shumë vite, 30 vjetë. Ishit në Shqipëri për pushime? Po, ishim për pushime, pam njerëzit tanë të afërmit. Tani po largohemi shumë mirë kaluam. Në çfarë vendi të Shqipërisë? Të Fierit dhe në Vlorë. Po. Si ju duk Shqipëria si vjetë? Shumë bukur, shumë njerëz, shumë të huaj. Ishte vërtet bukur. Kënaqem me njerëzit tanë më shumë. Pak ditë. Në çfarë vendi qëndruat? Unë banoj në Vlorë. Si ishte Vlora si vjetë? Shumë qarkullim. Vini çdo vit në Shqipëri për pushime? Po, çdo vit. Kemi dhe njerëzit tanë atje. Ishit në Shqipëri për pushime? Po. Kaluam mirë, takuam njerëzit, u kënaqem. Tani po shkojmë te vendi. Në Durrës edhe në Vlorë, edhe në Tiranë. Për pushime. Vlorë. Te Vlorë. Si ju duk Vlora këtë vit?
Plot me kishte qarkullim të madh shumë. Në Sarandë, në një fshatë të Sarandë, gjithë brenda Sarandë. Keni familjar tuaj këtu? Kemi prindër. Si u duk Shqipëria këtë vit, Saranda? Shumë bukur, kaluam mirë. Vetëm çmimet ishin çik të larta besoj. Për të përballuar këtë fluks të shtuar dhe për të shmangur radhët e gjata në palën shqiptare po punohet me 4 sportele në dalje dhe 3 në hyrje, ndërsa pala greke operon me 2 sportele në hyrje dhe 2 në dalje. Autoritetet kufitare mbeten në gatishmëri të plotë duke synuar menaxhim sa më efikas të situatës dhe lehtësimin e lëvizjes për të gjithë udhëtarët. Në fshatin Andon Poçi, fermerët kanë përfunduar vjeljen e lajthisë dhe kanë nisur përgatitjet për treg. Prodhimi këtij viti është premtues, ndërsa fermerët shpresojnë që edhe çmimi të jetë në të njëjtën linjë me punën dhe prodhimin e tyre. Në fshatin Andon Poçi, pas vjeljes së lajthisë, fermerët kanë nisur punën në pastrimin dhe përgatitjen e saj për treg. Prodhimi këtij viti duket i kënaqshëm, duke shtuar shpresat për një sezon të mbar. Por, tani mbetet një tjetër pritshmëri për fermerët, që edhe çmimi i lajthisë të jetë po aq i kënaqshëm sa prodhimi. Ky vit për fat të mirë na ka ndihmuar çik dhe koha se nuk bëri ndonjë vap e madhe dhe themi që kemi cilësinë më të mirë nga vjet mund të themi që bëri shumë vap. Dhe të mbaruam me vjelën, kemi procesin e pastrimit dhe jemi gati për treg për 10-15 ditë. Sa keni kultivuar? Sa sipërfaqe toke keni të kultivuara? Sipërfaqja unë për vendi kam tokën time që kam rreth 8 strem. Përpiqemi, themi që ja vlen të punon, po të punosh edhe do nxjerrësh. Po diskutoj këtu do të kesh rendimentin që të kesh fitim, po s'pa të rendiment. Është cilësia në mes, është çmimi varet në bazë të tregut, varet sipas prodhimit, po pa të prodhim shumë detyrimisht do bjerë edhe çmimi. Megjithatë, deri tani mirë vemi. Për familjen Basho, kultivimi i lajthisë është më shumë se një aktivitet bujqësor. Është një punë e nisur prej vitesh që ka ndihmuar ekonominë e familjes dhe është kthyer në një traditë të qëndrueshme. Është një ndihmë shumë e mirë, është punojmë nga pak, e sigurojmë bukën tonë që i thonë, nuk të kënaqur jemi. Nuk mund të themi tani punojmë, jo shumë orë, veme 3-4 orë në ditë, vim, nuk jemi lidhur, po bukën e nxjerrim, rojmë këtu në fshat, shumë mirë jemi. Prodhimi i lajthisë është baza e ekonomisë së familjes tuaj? Është pak, nuk themi dhe baza, po bëjmë dhe punë të tjera. Jo se është baza kryesore, kemi bazë kryesore, po kemi dhe pak bresh, pak koshtra, pak gjë punë të tjera, rojmë, mirë jemi. Si është për një zonjë që të merret me punët e bujqësisë? Është pak e vështirë, po unë kam punuar gjithkohës edhe nuk e kam shumë të vështirë, nuk duket kaq e vështirë puna në bujqësi. Tani do punosh ku nuk ka vap, në freski pak në mëngjes, pak pas dite, po jemi të mësuar, nuk kemi dhe shumë problem. Kudo që të punosh, ka vështirësitë e saj puna. Perikli dhe Valentina Basho merren me kultivimin e lajthisë prej më shumë se 2 dekadash, me përvojën e fituar ndër vite. Ata vijojnë të investojnë në këtë kulturë, duke shpresuar që puna e tyre të sjellë gjithnjë më shumë të ardhura. Në fshatin Andon Poçi, lajthia mbetet një prej kulturave që u jep fermerëve mundësi të sigurojnë të ardhura nga puna e tokës. Në Përmet dhe Këlqyr ka nisur vjelja e rushit. Ky vit rezulton i mbar për vreshtarin me prodhim të bollshëm dhe cilësi më të mirë të frutit. Fermerët tashmë kanë edhe një treg më të sigurt fal bashkëpunimit me kantinat e zonës. Në vreshtat e Përmetit dhe Këlqyrës ka nisur vjelja e rushit, një prej produkteve karakteristike të zonës. Pas një viti të favorshëm klimatik, fermerët presin një prodhim të mbar, ndërsa cilësia e frutit vlerësohet e lartë. Sa po ka filluar vjelja e rushit të sezon nga fermerët, rushi këtë vit ka qenë cilësor dhe është cilësor, ka qenë një vit i mbar për prodhimin e rushit. Varietetet e para që marrim ne fillojnë me debinën e bardhë. Se është një rush që piqet pak më shpejt, po dhe nuk do një pjekuri më të madhe si merloti apo si kaberneti. Vilet pak më shpejt. Kjo vilet 4-5 ditë para nga merloti, nga kështu. Dhe kemi filluar, sapo do filloj me rushin debin, që është debin e bardhë, është dhe rushi i autokton i zonës së Përmetit.
që ne dhe krenohemi më shumë se kantinë me këtë varietet. Më mbrapa fillon merloti, kaberneti, dhe këto janë shumë cilësore këtë vit, nga s'ka patur sëmundje, temperatura kanë qenë shumë të mira, është cilësore edhe merloti me kaberneti. Më mbrapa fillon sheshi zi, sheshi bardh, janë dhe këto varietete autoktone, muskati roze, e kështu me radhë deri në periudhën, deri në fund të shtatorit mbaron. Për fermerët, një nga sfidat kryesore mbetet tregu, por vitet e fundit situata ka ndryshuar. Prodhuesit kanë krijuar një treg më të sigurt, kryesisht fal bashkëpunimit me kantinat e ndryshme të zonës, të cilët grumbullojnë një pjesë të konsiderueshme të prodhimit. Gjithsej sjellin rreth 40-50 fermerë të gjithë zonës. Nga këta 40-50 kuptohet 20 janë që janë me sasi më të madhe, që janë fermerë më profesionistë, që kanë më të përkushtuar të vreshti. Pastaj rreth 20 tjerë që kanë sasira më të vogla, po që ata kanë prodhim, kanë cilësi shumë të mirë të rushit. Përtej prodhimit të këtij viti, kultura e vreshtarisë mbetet një nga pasuritë e kësaj zone, duke lidhur punën e fermerëve me traditën e hershme të prodhimit të verës dhe me ekonominë lokale. Banorët e fshatit Kakavije në Dropullin e Sipër merren gjatë kësaj periudhe me punët e bujqësisë, ndërsa një pjesë jetojnë dhe punojnë në emigrim, kryesisht në Greqi. Vera gjallëron fshatin për shkak të rikthimit të emigrantëve në vendlindje. Kjo periudhë kulmon me festën tradicionale të fshatit, e cila bashkon komunitetin dhe ruan traditat vendase. Banorët e fshatit Kakavije në njësinë administrative Dropulli Sipër në bashkinë e Dropullit gjatë kësaj periudhe angazhohen kryesisht me punët e stinës. Fshati mbështetet në bujqësi dhe emigrim, ku një pjesë e banorëve punojnë tokat, ndërsa të tjerët jetojnë dhe punojnë në Greqi duke u rikthyer her pas here në vendlindje. Banorët këtu janë afro 60 veta. Pleqëria, të rinë 3-4 veta që janë, punojnë ata jashtë në fshatrat e Greqisë. Se janë këtu. Po vinë, familja ma shumë janë në këtë fshatë tonë. Vinë dhe shtunë, rinë këtu dhe ikin prapë në punë në Greqi, në Janinë. Ata fshatarë që janë këtu, merrin me kopshet e kanë, që kanë këtu, nuk kanë të gjithë kopshet në shtëpi edhe prodhojnë të gjithë frutat, edhe rushi dhe perimet të kanë. Çdo familje ka të tia, e kemi ujë nga seloja e marrim neve, e marrim me orë, 5 orë në ditë, edhe marrim edhe për të pirë, për të vaditur, çdo gjë të shtëpisë. Po nga njerë edhe pret, nga mali, nga pepe, nga fshatrat të tjera, i presin, po prapë se prapë e kemi neve atë ujë, edhe bajmë me ata. Punët tjera këtu fshatës s'ka, janë qatë që punojnë me bukësi, kanë mjellë misra, gruri mjellën, jesin fshatarë këtu, ka traktore, ka makinerit e tjera, edhe mjellë dhe hjonqet, edhe gjera kështu të fshet, ke shet, edhe i jep blekëtëri misër jep blekëtëri. Eshin fshatarë këtu që punojnë, ka 500 dinim që mjellë dhe punojnë, ka marrë dhe djallë të tia, janë dy vetë ata dhe punojnë këtu në bugësi. E kemi atë të djali. Ka këtë proposta këtë misra të tia e ka. E merë tokën tonë dhe i pagon ai për që e mbjellë edhe merë prodhimi. Më qa domate, qa speca, qa qeprat, patatet ata që kishim. Ju vetë sa vjeçë jeni? Unë jam plak tani. I mbillni këto kopshtrat? Në kopsh. Ato, me ato për marim. Vera është periudha me e gjallë për këtë zonë, pasi shumë emigrantë kthehen pranë familjeve të tyre. Prania e tyre sjell një gjallërim të dukshëm në jetën sociale dhe ekonomike të fshatit, duke rikthyer atmosferën e dikurshme dhe duke u forcuar lidhjet mes banorëve. Kanë ardhur jo shumë. Ja djemtë e mi di kanë ardhur, njerëz kanë ardhur. Se ka munguar jo në rreth të atotët grekët se kanë ndryshuar. Se kanë marrë të ri, edhe s'kishin të drejtë të vinë. Ta e kanë ardhur, jo të gjithë. Edhe ka njerëz që kanë punë të tyre, sa vënë në vende tjetër, nuk u vjen në fshat, po vjen në prekamet, në bdetit. Vinë nga ca njerëz, po shumë pak.
edhe vjen dhe tonë atë nga Malesia, nga ndrojnë rrugën, dhe vjen këtë vend doganë, vinë këtu në fshat. E takojmë dhe themë neve, ku vjen kështu? Duham të vend në Greki. Kthejmë brapa, e kthejmë. Po fëmijët erdhen këtë vit? Erdhen tani në gusht erdhen edhe iken prapë. Fest fshati bët? Bej, është festa 15 gusht jeshtë Panajis, që dhe më neve. Panajijas. Një ndër momentet më të rëndësishme të kësaj periudhe është edhe festa tradicionale e fshatit, e cila mbledh së bashku banorët dhe emigrantët. Kjo fest shërben si një simbol bashkimi dhe trashëgimie, duke ruajtur traditat dhe duke i dhënë jetë komunitetit të Kakavijes. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.